me këte, edhe unë kam frikë që mund të ketë edhe përplasje, tensione aty për shkak se është bërë një lojë, edhe njerëz nuk duhet të vehen në lojë në këtë mënyrë. Pra, e ndershme edhe korrekte do të ishte që aja të natë t'jep dhe dërheqje, edhe të thoshte unë në kuvend do t'jap dërheqje, të pa diskutueshme, dhe unë do të mbetem përsëri në kryesi dhe do të punoj për LDK. Pra, le të zgjedhet ai që e merr besimin e kuvend. Kjo do të ishte mënyra e drejtë, mënyra e mirë, ai nuk e bëri këtë. Se ndoqi këtë formë? Tash unë nuk e di, a ka dhe unë s'mund ta them sakt, po disi kam një përshtypje që ka dhe presione prej dika, që të mos hiqet. Nga kush? Pa unë i shoh presione që vinë prej peje disi. Tash nga kush konkretisht duhet një analizë pak më e thellë, por që dega e pejes ka qenë kategorike që të mos jap dërheqje, të mos hiqet, edhe unë mendoj që atje në peje është dikush që e kërkon që ai të rri. Kryetari degës pejes, kush mund t'jetë tjetër? Tash nuk e di, po tash e kam... Kryetari degës pejes është Gazet Magjeri, atë dim si strukturave më të... Po, do me thonë, nuk e di a ka presione, po kam një përshtypje tillë. Sepse ndryshoj shumë, prej asoj notet deri tash ka ndryshuar, ka evoluar ajo çështja e dërheqjes. Profesor, ju çfarë parashini nesër llogaritën që mund të ketë tensionin nga gjithë, po themi, zhvillimet që po vijnë drejt kuvendit të LDK-s nesër, mënyra se si do të prezantohet si u luajt me dërheqje, pastaj edhe kandidimi i zotit Hoti edhe në kandidaturë tjetër që mund të jetë, sepse ka qenë, po themi, si e mjegullt kjo çështja e dërheqjes. Edhe Hoti e thot në statusin në Facebook që meqense se ka në dërheqje, po kandidoj edhe unë. Meqense se do të ketë garë në kuvend. Tani, e para është çështja që se si ka rritur LDK-ja deri këtu. Kam idenë që zoti Edi Gjiku, të më thënë në raport me atë që ka ndodhur LDK, kam përshtypjen edhe pse se ka thënë publikisht që ka disa rezerva për se çfarë lloj minimi i është bërë atij si kryetar në zgjedhjet e fundit. Dhe në këtë aspekt